Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të ndarë historinë e radhës. Sot do të ndaj një rrëfim tepër të tmerrshëm. Një rrëfim që në fakt po më trondit dhe po më shokon nga ajo që unë po dëgjoj dhe nga ajo që unë do të sjell tek ju. Po flas për një dashuri të ndaluar, një dashuri realisht të tmerrshme që po ndodhen në një çift shqiptar. Nuk e di nga t'ja filloj, këtë letër e ka shkruar gruaja në fjalë. Ka net që rizgjuar deri në mëngjes duke qarë në heshtje, ndërsa buri im fle pranë meje, pa e ditur, se zemra ime nuk është më vetëm e tij. Dhe kjo është gjoja që po më vret çdo ditë e nga pak. Unë jam një grua e martuar. Kam shtëpi, kam familje, kam një burr që më respekton dhe mundohet të mos më mungoj asnjë gjë. Nga jashtë dukemi si çifti perfekt. Njerëzit na kanë zili. Kur ecim në rrugë na thon sa bukur ju ka ecur martesa. Por askush nuk e di çfarë stuhie kam brenda vetes time. Gjithçka nisi para 2 vitesh. Atëherë nuk po kaloja mirë me burrin tim. Nuk ziheshim shumë, por mes nesh kishte rënë një heshtje. Ai punonte gjithë ditën, vinte në shtëpi i lodhur, hante bukë dhe flinte. Nuk më pyeste më mua se si ndjehem unë. Nuk më shikonte më në sy si dikur. Nuk më përqafonte më pa arsye. Dhe fillova që unë të ndjesha e padukshme. Një ditë në punë erdhi ai. Nuk dua t'ja përmend emrin sepse edhe sot kur e dëgjoj emrin e tij më dridhet zemra. Ai ishte burr i martuar. Kishte 2 fëmijë. Në fillim flisnim vetëm për punë. Pastaj filluam të qeshnim bashkarisht. Ai më dëgjonte. Mbante mend gjërat që unë i thoja. Më pyeste nëse kisha ngrënë, nëse isha lodhur, në thelb pse dukesha unë e mërzitur. Për herë të parë pas shumë viteve, ndjeva si kur dikush po më shikonte me të vërtetë. E luftova shumë atë ndjenjë. I thosha vetes nuk është e drejtë, je grua e martuar. Por zemra nuk pyet gjithmonë për drejtsinë. Një mbrëmje mbetëm vetëm në zyrë. Po binte shi. Dritat e qytetit dukeshin në xham dhe ai po më fliste për jetën e tij. Më tha se edhe martesa e tij ishte ftohur, se ndihej i vetmuar, se kishte vite pa qenë i lumtur. Dhe atë natë ndodhi diçka që nuk duhej të kishte ndodhur kurrë. Ai më preku dorën dhe unë nuk e largova. Që nga ajo ditë jeta ime ndryshoi. Filluam të takoheshim fshehurazi, një kafe pas pune, një shëtitje larg syve të njerëzve, pastaj mesazhe natën vonë, telefonata të fshehta, kur zemra ime rihte fort sa herë që më shkruante ai. Por bashkë me dashurinë tonë, erdhi edhe frika. Kur kthesha në shtëpi dhe shihja burrin tim duke buzëqeshur, padyshim në sy më coptohej shpirti. Ai nuk dinte asnjë gjë, më pyeste pse je kaq e heshtur kohët e fundit. Dhe unë e gënjeja.
Kam filluar të jetoj me dy fytyra, një grua besnike për botën dhe një grua e humbur brenda vetes. Ka ditë që dua t'i tregoj gjithçka burrit tim. T'i them të vërtetën. T'i them se zemra ime është e ngatëruar. Por kam frikë. Frikën se si do shkatroj jetën. Frikën se do t'më urej. Frikën se do ta humbas gjithçka. Por edhe ai tjetri në thelb nuk është i lirë. Edhe ai ka familje, ka fëmijë. Ka një grua që ndoshta nuk e meriton këtë dhimbjen. Ndonjëherë pyes veten, a është kjo dashuri apo është egoizëm? Sepse dashuria nuk duhet të lëndoj kaq shumë njerëz. Ka net që ai më thot, do të doja të të kisha njohur më herët. Dhe unë qaj në heshtje, sepse edhe unë kam menduar po të njëjtën gjë. Por jeta nuk kthehet pas. Një ditë burri im më pa duke buzëqeshur teksa shkruaja në telefon. Më pyeti se me kë po flet. Dhe për një moment mendova se gjithçka mori fund. Mbeta pa frym, por prap gënjeva. Ai më besoi. Dhe ajo besim më vrau më shumë se çdo akuzë. Nuk jam krenare për veten. Nuk dua askush të më gjykoj pa e ditur sa bosh ndjehet një zemër. Kur mungon dashuria për vite të tëra, por prap e di se po bëj një gabim shumë të madh. Shpesh shkoj në banjo vetëm për të qarë që të mos më sheh burri. Më shikon edhe më thotë, a je mirë? Ndërsa unë buzëqesh me forcë. Nuk jam mirë. Jam një grua e ndarë mes detyrës së zemrës dhe mes familjes dhe ndjenjes, mes frikës dhe dashurisë. Ai burri që dua më thot se më dashuron, por nuk largohet nga gruaja. Dhe unë nuk largohem nga burri im. Atëherë çfarë jemi ne? Dy njerëz të humbur që po mbajnë gjallë një zjarr që digjet të gjithë dhe që i djeg në fakt të gjithë përreth. Ka momente kur dua të zhdukem, të ik larg ku askush nuk më njeh. Të mos gënjej më askënd, të mos kem më nevojë të fshej telefonin, të fshi mesazhet dhe të jetoj me ankth. Sepse tradhtia nuk është vetëm një veprim, tradhtia është një burg shpirtëror. Tani jetoj me frikën se një ditë gjithçka do të zbulohet. Një mesazh i gabuar, një telefonat, një sy që na sheh bashk. Dua të marr mendimin tuaj. T'ia them burrit dhe të ikit te dashnori apo të qëndroj me të. Në fakt kjo është qëllimi apo qëndrimi i kësaj gruaje. Dua të marr mendimin tuaj dhe unë.